s'më do. Dhurata ime për vitin e ri ja 1.000.000 euro, kush i ka të më japë dhuratë? Çfarë do kisha bërë me i pas njerë 1.000.000 euro? Ti isha pas 1.000.000 euro, e din që njerë të bëja një javë pushim në det, kam ja 3 vite që s'bëj pushime. Do kisha bërë dhe një shopping të lezetshëm. Po. Pase pra aty do ja kisha nis punëve tamam. Bizneses nuk do doja t'i kisha hap me lekë të mia. Më mirë ma i hap me borxh bankar bizneset. Po s'pate borxh kur i hap bizneset, nuk ekziston ajo sfida, adrenalina për të punu, që me shlyp borxhin, e pastaj me të vajt puna akoma më mirë. S'është mirë me t'i falë robin 1.000.000 euro. Nuk ja din tamam vlerën. Të faktu do ja dija, përmendoj 1.000.000 euro, edhe si kur biesh në comfort zone, si bie 1.000.000 euro, do jetosh për shembull edhe një 50 vite? Sa i bie 1.000.000 pjesëtim për 50? 1.000.000 pjesëtim për 50, 200.000? Jo. 5 herë 2, 10. Ua, 1.000.000 pjesëtim me 50, 200.000. Jo. 5 herë 2, 10. Jo, 10 milioni bie ashtu. Apo? 1.000.000 pjesëtim me 50 vite. 20.000 euro. 20.000 euro ti dash në 12 muaj? No, shumë pak bjen. Gati 1.500 euro në muaj? Jo, shumë pak. 1.000.000 pjesëtim me 20 vite? Ose 1.000.000 pjesëtim, jo, me 10? Jo, shumë pak është. 1.000.000 pjesëtim me 20 vite. I bje 50.000 euro në vit. 50.000 pjesëtim me 12, i bje 6.000 euro në muaj. Hajtë për 30 vite, unë 30 jam, edhe 30, 60. Ti fali njeriu 1.000.000 euro, të biesh në comfort zone, i bje edhe për edhe njëherë me jetu kaq sa kam jetu, me nga 4.000-5.000 euro në muaj. Okej. Edhe qarë, ku është lezeti? Do martohem, do punoj burri për mu. Pse me lodh kokën më kaq shumë? A më punash se kam njeriun që të më japë 1.000.000 dhuratë? Që do kisha bë? Do kisha jetu, shiu jetën, do kisha rënë qetësi, do hapja vetëm fondacionin për qefin tim, dhe podcastin, edhe vetëm do isha marrë për të bënë një projekt për kokër qefit tim, pa u ndiku fare, as nga njerëzit, as nga mundësit, as nga tregu, nga çështjet komerciale. S'kam nevojë me fitu lekë. Në një projekt filmi do kisha bë. Jetën time. Pa do ta bëj 50 vjeç. Kam nisë shkruaj edhe një libër. Sa gjëra kam nisë që tani. Libër po shkruaj, film po shkruaj, çdo javë, çdo muaj me plotsu. Okej. Tani, duhet të gjejmë personin që do na jap dhuratë 1.000.000 euro. A thu me zbatu ligjin e tërheqjes, sekretin, që për vit të ri një person më jap dhuratë mu 1.000.000 euro? Pse mos? Nuk është diçka që më dëmton, as nuk më prish punë. Viti i ri ndoshta më kap edhe këtu. Ndoshta bëj diçka të madhe, i kujtohet dikujt nga publiku, do ja jap Albës dhuratë 1.000.000 euro. S'është ide e keqe.
Okej, unë për vit 3 do kem 1 milion euro dhe pastaj do jetoj jetën chill 30 vite, vetëm me fondacion, edhe duke marrë me projektet e mia qef. Dhe jem çdo paradarke, çdo mbrëmje në shtëpi, jeta familjare, sa lezet. Do merr me gatime në shtëpi, për shtëpinë, për familjen. Sa mirë, sa qef e kam. Për zotin. Do të kem familjen time. Të kem fëmijët e mi. Gatoj çdo ditë për ata. Pasi kur të rriten fëmijët e mi pak, që në 10 vjeç t'ju hap në një produkt ose në një shërbim, jo 10 vjeç, një 14 vjeç, të rriten bashkë me produktin, me shërbimin, që kur të rriten ta ken fitu vetë, sa lezet. Të kem fëmijët artista. Me i pas fëmijët artista vetë kam për t'ju hap studiot, produksionet, gjërat, që mos ju shkojnë askujt për mbrapa, vetë bëjnë, vetë prodhojnë, vetë bëhen baba. S'ka t'ju shkojnë tjerëve mbrapa. Se plot njerëz poshtë ka. Kam qef edhe të adaptoj një fëmijë. Sa lezet me adaptu një fëmijë. Për zotin, po kapi mosha 30 vjeç pa fëmijë, unë do adoptoj një fëmijë. Kam qef. Nga ana psikologjike jam rregull, nga ana emocionale jam në rregull, nga ana financave jam ultra rregull, dhe jem akoma më në rregull. Ose ndoshta mund t'jem shtatzane edhe vetë, po se di. Interesant është pse na prek kaq shumë kjo ndjesia për të pas fëmijë. Vjen me qajt. Sa herë mendoj që du të kem fëmijë. S'di pse. Është çështje gjenetike, që e ndje momentin, apo si është puna, s'po e kuptoj. Që du të kem fëmijë. Du të kem fëmijë. Një 5. 3 çuna, 2 vajza. Sa lezet. Ndoshta Zoti më jep 6. Jo, vallai 6, besoj se i përballoj atë. Okej, fokusi i parë. Ligji tërheqjes. Personi që më dhuron 1 milion euro falas për vitin e ri. Që më dhuron falas. Që më dhuron. Paf. Do t'ja them edhe këtyre të shtëpisë, që mu një person do më dhuroj 1 milion euro falas për vit të ri, dhurat, që edhe këta ta kryojnë atë ligjin e tërheqjes për mua. Se duhet edhe për ambientit tjetë një gjë që është bindse ekzistuese. Për të ardhmen. Teori konspirative. Parës do ja them Hygertës, ajo e përhap me njerë fjallën. Do ja them Shkurtës. Do ja them Benit. Do ja them Bias. Do ja them edhe Klodit dhe Londrimit. Dhe qofim a funksionon ligji tërheqjes. O, sa chill jam. Me jetën time, më në fund.